Rreth 680 pajisje dhe makineri të lojrave të fatit të sekuestruara gjatë 3 muajve të fundit janë shkatëruar. Njësia e mbikëqyrjes së lojrave të fatit ka bërë shkatrimin e këtyre pajisjeve me udhëzim të Ministrisë të Financave. Sipas njoftimit të Ministrisë së Financave, konfiskimi i makinerive të lojrave të fatit u bë pasi nuk dispononin NIPT, nuk ishin të pajisur me lejen e ushtrimit të aktivitetit dhe certifikatën përkatëse. Duke vënë theksi në vijimin e kontrolleve, njësia e mbikëqyrjes së lojrave të fatit njofton se gjatë aksioneve të vazhdueshme në muajt janar-shkurt 2014 janë konfiskuar 325 makineri dhe pajisje të sektorit të lojrave të fatit. Vetëm në muajt nëntor-dhjetor 2013, kjo njësi konfiskoi mbi 1500 pajisje, përafërsisht me të njëjtën sasi konfiskimesh të realizuara gjatë gjithë vitit 2012. Në këto 4 muaj të marrë së bashku janë vendosur gjithsej 60 gjoba me vlerë $300.000. Nisur nga fakti se informaliteti me mos pagesat e taksave kishin përfshirë pjesën ndërmuese të sektorit, Ministria e Financave thekson se në bashkëpunim me institucionet e linjës do të vijojë aksionin. Ndërkaq, Ministria e Financave është duke hartuar një paketë re ligjore e cila do të kufizojë ekspansionin e këtij aktiviteti.